Mirë, shikues nderuar, jemi rikthyer sërish në TikTok, ku do ndalemi ditën e sotme tek zhvillimet më të rëndësishme. Do ta nisim me gjeopolitikën, ku Komisioni Evropian së shpejti do të propozojë një paketë të konsiderueshme investimesh për Groenlandën, territorin gjysmë autonom të Danimarkës, tha shefja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në një konferencë për shtyp këtë të premte. Ne do ta nisim ditën e sotme me Blerin Vakën, i cili do ta flasë për këto zhvillime të tjera. Bler, të përshëndes. Përshëndetje, Grisela. Bler, do nisim me Komisionin Evropian, ashtu si e thash, pra që pritet të propozojë një paketë të madhe investimesh për Groenlandën në një moment kur rajoni po fiton rëndësinë strategjike globale. Si e sheh Bler, apo e sheh tashmë Bashkimi Evropian Groenlandën si një partner ekonomik apo si një pikë kyçe të gjeopolitikës? Groenlanda në këtë moment historik është një vazhdimësi e retorikës së Donald Trumpit që në përgjithësi që nga mandati i parë, por edhe tani deklaratat i ka shumë më të forta se sa pretendimet. Këtë e bën për të ushtruar një farë presioni ndaj Bashkimit Evropian, siç e ka shprehur edhe vetë edhe në mandatin e parë, por edhe tani që ka kërkuar nga Bashkimi Evropian edhe Europën përgjithësi që edhe antarët Europian në NATO që të investojnë më shumë në NATO edhe në sigurinë globale, që të marrin rolin e tyre që ju takon. Edhe në këtë rast, unë mendoj, pavarësisht se nuk është shprehur shumë diplomacia në këtë lloj mënyre, por mendoj se Groenlandën e ka përdorur si një deklaratë maksimaliste, ashtu siç edhe Kanada ndikur në fushatën për president të mandatit dytë, i ka përdorur si të ushtrojë një farë presioni të tillë që aleatët e Amerikës të japin më shumë nga vetja dhe të fuqizojnë më shumë sigurinë globale, duke pasur parasysh rritjen e ndikimit kinez ose aziatik në përgjithësi, kërkon që Bashkimin Evropian e Europën të ketë aleat të qëndrueshëm. Edhe normalisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë edhe synojnë që të jenë gjeopolitikisht më të fortat. Edhe ndoshta është edhe e drejtë. Bler, nga ana tjetër, i sheh këto investime pras një përgjigje të drejtë për drejtë ndaj interesit në rritje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Rusisë dhe Kinës për Arktikun? Absolutisht që ky është qëllimi i investimeve në rritje të Bashkimit Evropian, sepse zona e Groenlandës pritet edhe përveç se është një zonë gjeopolitike që ka të bëjë shumë me sigurinë globale dhe të Arktikut, edhe qëllimi tjetër është që edhe të kenë disa investime afatgjata që pretendohet që të jetë një zonë shumë e pasur me hidrokarbure, naftë dhe gaz, kështu që kjo është qëllimi. Pastaj është edhe problematika që vetë vendasit janë në një përpjekje ndoshta të heshtur që të shkojnë drejt një pavarësie të plotë nga Danimarka dhe Europa. Por këtë nuk mund ta realizojnë me ato burime që kanë, i duhet një mbështetje e fortë. Deklaratat e Trumpit për blerjen e Groenlandës janë ashtu siç ishin edhe deklaratat të blerjes së Gazas, për shembull. Këto janë deklarata bombastike që duan të vënë nën presion ata që janë përgjegjës për ato territore ose ata që duan të futen përgjegjës në ato territore. Në qoftë se populli i Groenlandës, për shembull, do i përgjigjej pozitivisht Donald Trumpit, atëherë është hap shumë i afërt pavarësisht se analistët nuk e shohin si një diçka të afërt, po për mua nuk është as shumë e largët. Është vetëm çështje forcash. E qartë. Bler, nga ana tjetër mendon se po militarizohet gradualisht Arktiku në petkun e sigurisë, pasi BE-ja paralajmëroi se do të përdorë shpenzimet e mbrojtjes për të forcuar dhe praninë në Arktik? Unë mendoj që Donald Trumpi nëpërmjet Groenlandës ka arritur atë që synonte që në mandatin e parë, të rritjes së buxhetit të vendeve të Europës në NATO dhe në siguri, edhe po arrin nëpërmjet Groenlandës, pavarësisht se investimet do shkojnë në zonën e Arktikut, po
janë investimet cilat çojnë edhe në rritjen e sigurisë vetë NATO-s edhe të forcave euroatlantike. Kështu që në një farë mënyrë Donald Trumpi po arrin atë çfarë ka synuar. Pavarësisht se deklaratat e tij janë shumë herë më bombastike se sa kërkon të arrijë ai, pavarësisht se në krahasim me çfarë deklaron edhe me çfarë arrin janë minimaliste, deklaratat janë maksimaliste, por në afatgjat unë mendoj që ai po e realizon ato çfarë po deklaron ose çfarë synon. Mendon vlerë se rrezikon tashmë Groenlanda të kthehet në fushë përplasjesh mes fuqive të mëdha? Unë nuk mendoj se nuk i intereson ndonjë përplasje e drejt për drejt si ajo në Ukrainë, por do ketë një luftë forcash edhe do shohin pastaj edhe vetë vendasit e Groenlandës, pavarësisht se nuk janë një popullsi shumë më madhe, po do shihet edhe sjellja e tyre, edhe sjellja e vetë Bashkimit Evropian, edhe vetë Danimarkës. Ajo vetë Danimarka jep shumë investime edhe subvencione në Groenland, vetëm për ta mbajtur si një pikë strategjike, domethënë është një grop thithse që merr investime nga Danimarka pa i kthyer diçka në këmbim drejt për drejti. Vetëm i këmbim që i kthen mbrapsht Groenlanda Danimarkës është të qenurit strategjikisht i fortë, ose Danimarka në arenën e Bashkimit Evropian ka një fuqi domethënëse duke përfshirë edhe rolin që ka ajo atje në Danimarkë. Nga ana tjetër, Bler, Groenlanda ka qenë më parë objekt deklaratash dhe interesash të drejtë për drejta nga ana e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Apo tenton tashmë Bashkimi Evropian të balancojë disi ndikimin amerikan në Groenland? Absolutisht ky është qëllimi, domethënë që ta balancojë edhe kërkesat ose përpjekjen e Shteteve Bashkuara të Amerikës për të investuar në investime afatgjata energjetike ose të burimeve të ndryshme natyrore, kërkon që këtë bëjë një balancim Bashkimi Evropian dhe të sadopak të largojë atë mundësinë që Shtetet Bashkuara të Amerikës ndoshta mund të arrijnë edhe atë që arritën me Alaskën. Në vitin 1867, në marsin e 1867-s, që arritën që ta blenin Alaskën, edhe sot është një burim shumë i madh ekonomik për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është shteti me territorin më të madh në Shtetet Bashkuara të Amerikës, prodhon diku te 2-3-4% të energjisë së Shteteve Bashkuara të Amerikës, kështu që ndoshta në këtë vizion përpiqet që ta shohë edhe Donald Trump edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe Groenlandën që nëpërmjet presionit sistematik Danimarka edhe Bashkimi Evropian të tërhiqen edhe strategjikisht ja lejnë Shteteve Bashkuara të Amerikës. Ndërkaq, Bler, përveç Groenlandës, von der Leyen foli edhe për marrëveshjen Mercosur dhe zbatimin e saj të përkohshëm. Mendon se tashmë Bashkimi Evropian po tregon se interesat ekonomike po mbizotërojnë disi mbi debatet ligjore dhe ato institucionale? Debatet e diplomacisë dhe politikës gjithmonë i paraprin atyre debateve ligjore edhe institucionale. Gjithmonë politika është ajo që është instrumenti kryesor që vën lëvizje aspektin juridik edhe institucional. Aspekti juridik edhe institucional është fleksibël në momentin që palët politikisht bien dakord për të ndjekur një strategji ose një diçka. Groenlanda varet se si do sillen Europa dhe Amerika në vazhdim, por mund të përdoret si një